10.000 njerëz u mblodhen sot në Budapest kundër kryeministrit Viktor Orban, duke valvitur flamurin kombëtar, ndërsa lideri i opozitës, Partia Tisza, premtoi të bëjë Hungarin pjesë të një Evrope të fortë dhe të përfundojë sundimin 15 vjeçar të Orbanit. Peter Magyar, një ish pjesëtar i qeverisë, nisi lëvizjen e tij një vit më parë dhe Partia e Tisza, emri së cilës është marrë nga lumi i dytë më i madh i Hungarisë, u dheq Fidesin e Orbanit në shumicën e sondazheve një vit para zgjedhjeve të vitit 2026, ndërkohë që ekonomia po përballet me vështirësi. Më herët të shtunën Orbani, i cili ka pasur vërplasje të shumta me Bashkimin Evropian për politikat që kritikët thonë se ka minuar demokracinë në Hungari, premtoi të shtyp politikanët dhe gazetarët që marrin financime nga jashtë dhe përsëriti që të mos lejojë antarësimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian, duke intensifikuar fushatën e tij për zgjedhjet. Mbi 51 kundërshtarët e tij, duke duruar motin e ftohtë dhe shiun, u mblodhen në Budapest duke kithur Fidesi i ndyrë dhe Tisza po e përmbyt ata që tradhtojnë kombin e vet duhet të përfundojnë në plera, tha Magyar për turmën. Koha jon ka ardhur. Ai tha se Tisza do të nisnin sondazh popullor mbi 12 çështje kyçe ekonomike dhe politike për të dëgjuar zërin e kombit. Gjatë një fjalimi në ditën kombëtare të Hungarisë, Orban tha se ishte koha të eliminohej ajo që ai e quajti një ushtri hije OIC-ve, gazetarëve, gjyqtarëve dhe politikanëve të paguar nga Shtetet e Bashkuara dhe Brukseli, duke i referuar planeve të tij për të goditur OIC-t dhe mjetet që marrin financime nga Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, USAID dhe miliarderi George Soros. Pas festimeve të sotme vjen pastrimi i madh i pashkve, pasi bledhët kanë mbijetuar dimrin, tha Orban. Ne do të eliminojmë gjithë ushtrinë e hijeve. Ndërkohë, edhe në Serbi mbi 100.000 protestues u mblodhen në kryeqytetin Beograd të shtunën në një nga protestat më të mëdha në dekada, ku studentët dhe punëtorët u përballen me policinë e trysnuar dhe mbështetësit e presidentit Aleksandar Vučić. Serbia ka parë muaj protesta kundër qeverisë pas 15 viktimave që u regjistruan nga shembja e një stogu në një stacion e korridor, duke shkaktuar akuza për korrupsion të gjerë dhe neglizhencë nga ana e shtetit. Protestat janë rritur dhe përfshin student, mësues, por edhe fermer në një sfidë të madhe ndaj Vučić, një populist në pushtet për 12 vite si kryeministër dhe president. Ne nuk do t'i lejojmë të na heqin lirit tona, tha një student dhe një seri fjalimesh në skena. Një burim sigurie dhe dëshmitarët vlerësuan se turma ishte mbi 100.000 veta. Qeveria sa kaq mohon akuzat për korrupsion dhe paaftësi dhe thotë se agjencitë e inteligjencës perëndimore po mbështesin një përpjekje për ta destabilizuar Serbinë. Megjithëse protestat janë kryesisht paqësore, policia tha se një makinë përplasi një kolon protestueshi, duke plagosur 3 persona në një periferi të Beogradit, ndërsa një grup burrash sulmoi dhe plagosën një student dhe një ligjërues universiteti në qendër të kryeqytetit serb. Policia tha se ka arrestuar në total 13 persona gjatë natës dhe mëngjesin e së shtunës përfshirë 3 burra, pasi sulmin ndaj traktorëve të fermerëve pro Vučić të parkuar në një rrethim rreth parkut Pionierët, ku mbështetësit e qeverisë kanë kampuar. Përballë parkut, qindra veteranë të brigadave elit ushtarak me beret të kuqe dhe ciklistë të 2 mbështetës të studentëve u rreshtuan, ndërsa marshimi u zhvillua ndërmjet ndërtesës së parlamentit dhe sheshit Slavia. Studentët krijuan rojet e tyre të sigurisë të veshur me jelek të verdh të ndritshëm ndërmjet policisë dhe protestuesve. Sot ne do të tregojmë pak nëjësitë tona për të treguar se çfarë po luftojmë. Sa kaq edhe Tirana ka pritur sot në mbrëmje një protestë e thirrur nga Partia Demokratike kundër mbylljes së rrjetit social TikTok nga ana e qeverisë së drejtuar nga Edi Rama. Qytetarët janë mbledhur para zyrës së kryeministrit për protestën e thirrur nga lideri i Partisë Demokratike, Sali Berisha, kundër vendimit të qeverisë për mbylljen e rrjetit social TikTok. Policia e shtetit sa kaq ka marrë masa për të siguruar zhvillimin e qetë të protestës, teksa mbi 1200 efektiv kanë dalë në terren. 10 oficer policie ndodhen në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku kanë krijuar një kordon sigurie, ndërkohë që është ndaluar edhe qarkullimi i automjeteve. Berisha prej një jave ka ftuar të rinj të marrin pjesë në protestë për të kërkuar heqjen e vendimit që mbyll aksesin në TikTok. Le të protestojmë kundër censurës, tha ai në një ditë më parë. Edi Rama censuron TikTokun, mjeti më modern të momentit, bazuar plotësisht në intolerancën ndaj tij. Të gjithë nxënësit, studentët, maturantët dhe të rinjtë e tjerë shqiptar do ta kenë TikTokun në telefonat e tyre. Më 12 maj, ai do të ndëshkohet dhe rënd duke vënë masa gjigante për këtë akt. Le të lëmë gjithçka për respekt të lirisë së shprehjes. Le të protestojmë në orën 19 në sheshin Skënderbej në Tiranë. Të gjithë të rinjt,
Ju kavalier të mbrojtjes së saj, le të mblidhemi të gjithë në mbështetje të tyre, tha Berisha.